Unë besoj që është në interes edhe të Zotit Kurti që të themelohet kësaj radhe kuvendi sa ma shpejt, seancës konstituive, të zgjedhen në kryetarët. Po në bazë asaj që kemi pa dhe deklaratave edhe të kandidatëve edhe të partive politike, unë besoj që ky proces do të kryhet shumë shpejt, nuk do të ketë kontestim të rezultateve ose së paku në bazë asaj që kemi pa deri tash. Dhe edhe unë e pres që do të certifikimi të kryhet shpejt dhe mandej duke qenë se lëvizjave të vendosje tani më ka një shumicë solide për funksionalizimin e kuvendit, nuk pres që janë 3 vendime të gjykatës kushtetuese, 4 të vitit kalum që e kanë trasu rrugën e disa procedurave që ishin diskutabile. Nuk shoh këtu ndonjë arsye që të ketë zhagitje të procesit, besoj që do të kryhet shumë shpejt. Dhe nëse kryhet shumë shpejt, pra se këtu fillon çështja më pas, dhe nxitur edhe nga disa deklarata të Albin Kurtit që dha një ditë më parë, sepse e përmendi sërish çështjen e presidentes, për që për cilën do të diskutojmë në rrjedh të këtij emisioni, mirë po fillimisht. Konstituimi i kuvendit, a mund të paraqet ndonjë problem apo është e qartë tash tutje fakti i një gjykimit të gjykatës kushtetuese që flet edhe për çështjen e nënkryetarit nga radhët e komunitetit serb, sepse më pas lista serbe ka dërguar edhe një ankesë në gjykatë kushtetuese dhe nuk ka ende një qartësi, një vendim. Po është për të ardhur keq që nuk ka një qartësi të tillë, mendoj se është dashur të bëhet një qartësi e tillë. Unë besoj që është në interes edhe të Zotit Kurti që të themelohet kësaj radhe kuvendi sa ma shpejt, seancës konstituive, të zgjedhen në kryetarët dhe mandej, sepse ai votat tani më i ka, ai do të vazhdoj edhe me themelimin e qeverisë dhe mendoj se buxheti dhe disa vendime kalojnë shumë lehtë, edhe njerë duke marrë parasysh që ka një shumicë solide. Edhe marrëveshjet ndërkombëtare besoj që do të kryhen, kështu që vendi do të jetë në një rrugë të mirë për sa i përket asaj bazamentit të disa vendimeve. Po mandej mbetet çështja e presidentes së Kosovës dhe mbetet e hapur çështja e skadimit të mandateve të 2 gjykatësve të gjykatës kushtetuese që unë mendoj se është shumë e rëndësishme. Kjo është një prej temave kyçe, sepse nëse ju skadon mandatin, fakt mandatit ju skadoj, se është çështje kalendarike, ajo mirë po nëse nuk ka gjyqtar, bllokohet gjykata më pas. Profesor, në dritën e sqarimit të kësaj situate, sa i përket çështjes procedurale, pra të kuvendit, a presin ndonjë të lashë në fazën e konstituimit të kuvendit fillimisht? Në fazën e konstituimit të kuvendit të Kosovës mund të paraqitet vetëm çështja e zgjedhjes së nënkryetarit nga pakica serbe. Për faktin se edhe në zgjedhjet e mëparpashme, edhe për kundër faktit se lista serbske kishte dërguar ankesën e vet në gjykatën kushtetuese të Kosovës, ata nuk kanë marrë vendim dhe kishte qenë mirë që atëherë të merret një vendim dhe të vendoset një standard i përgjithshëm në mënyrë që të mos përsëriten gabimet, për faktin se gabimet cilat u paraqiten dhe cilat rezultuan me zhagitjen e konstituimit të institucioneve tona shkaktuan pasoja shumë dimensionale për Republikën e Kosovës